Gjykata administrative e apelit ka fundosur edhe më shumë kryebashkiakun e arrestuar për një sër akuzash dhe veprash penale, Erion Veliajn. Tashmë laku i është ngushtuar edhe më shumë pasi është kapur mat nga Gjykata administrative e apelit. CNA ka siguruar dhe investiguar nëpërmjet një vendimi të Gjykatës administrative që thekson shpërdorimin e detyrës dhe konfliktin e interesit të bërë nga kryebashkiaku Erion Veliaj të ndodhur gjatë kohës që Veliaj ka qenë në burg me vendimin e apelit të GKK-s. Gjithçka ka të bëjë me firmën e kryebashkiakut Erion Veliaj në kundërshtim me ligjin për të ndërtuar një rrugë e cila në fakt u shërben interesave personale të familjarëve të kryebashkiakut, raporton CNA. Sipas planit të detajuar vendor të miratuar, rezulton një rrugë inekzistente në brendësi të saj, e cila u mbivendoset pronave private, duke cënuar interesat pasurore të pronarëve të tjerë, antar të shoqërisë. Firmosja nga ana e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës për ndërtimin e kësaj rruge të re nëpërmjet një plani vendor ishte në shkelje totale të ligjit, pasi për të ndërtuar një rrugë duhet të kalojë në Këshillin Kombëtar të Territorit, sepse plani zhvilluesi i kryeqytetit nuk e përmbante atë rrugë, shkruan CNA. Rruga që do të ndërtohej shkonte te pronat e familjarëve të Veliajt. CNA do të sjellë të tjera fakte tronditëse nga investigimi i kryer. Përmes këtij investigimi, CNA mësoi se banorët kanë ngritur një padi ku kërkojnë shfuqizimin e pjesëshëm të planit të detajuar vendor, njësia strukturore faza e parë, miratuar me vendimin e kryetarit të bashkisë më datë 24/9/2021 dhe shfuqizimin e pjesëshëm të planit të detajuar vendor, faza e dytë për njësinë strukturore, miratuar me vendimin e kryetarit të bashkisë më datë 24/9/2021, me vendimin e datës 27/3/2025 të gjyqtarit Gentian Hamiti, Erion Veliaj është kapur në flagrancë nga Gjykata administrative e apelit pasi ka shpërdoruar detyrën duke ndërhyrë në planin e përgjithshëm vendor, ku në mënyrë abuzive me një plan të detajuar vendor ka ndërhyrë për të ndërtuar një rrugë. Për këtë Gjykata administrative e apelit e ka dhënë fjalën e saj, duke thënë se Veliaj ka shkelur ligjin se nuk ka qenë kompetencë e tij. Duke ju kthyer çështjes objekt të gjykimi, rezulton se nga tërësia e provave shkresore, pala e paditur nuk ka respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor, pasi nuk ka informuar palët e interesuara përmes një a më shumë mjeteve tradicionale të informimit dhe të ketë kryer takime publike me ta. Në këto kushte, krahas mungesës së kompetencës për nxjerrjen e akteve administrative objekt të gjykimi, Gjykata administrative e apelit konstaton dhe mos respektim të procedurës së nxjerrjes së tyre. Për rrjedhoj, aktet administrative objekt të gjykimi janë pjesërisht absolutisht të pavlefshme, bazuar dhe në pikën I të gërmës A të nenit 108 të kodit administrativ, sipas së cilës akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm kur vjen në kundërshtim të hapur dhe flagrant me një dispozit urdhëruese të këtij kodi dhe legjislacionit në fuqi lidhur me procedurën e nxjerrjes së tij. Në çështjen objekt të gjykimi, Gjykata administrative e apelit thekson se mungesa e kompetencës është arsyeja apo shkaku kryesor i pavlefshmërisë së pjesshme të akteve administrative, ndërkohë që shkeljet procedurale që kanë të bëjnë me mos informimin e palëve të interesuara, pra në këtë rast personave të tretë, trajtohet vetëm si argument mbështetës, jo si element që qëndron në të njëjtin nivel me mungesën e kompetencës, thuhet në vendim. Por cilat janë palët që kanë kapur mat kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës? Palët që kanë kapur mat kryebashkiakun Erion Veliaj janë dy organizatat, Qendra Respublika dhe Shoqënia Tirana Autoktone. Palët paditëse janë këta persona me iniciale LC, NC, GC, VR, AS dhe BD. Palët në padinë e tyre kanë paraqitur faktet se plani detajuar vendor i miratuar nga Erion Veliaj është në kundërshtim me ligjin dhe në konflikt interesi. CNA do të vijojë me investigimin e saj për të treguar më tej zinxhirin dhe konfliktin e interesit në të cilin ndodhet kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, Erion Veliaj.